si fyri i fundit. Zoti më falt. Si fyri i fundit. Zoti më falt. Tingujt e orës do të rrahin më. Do të pushojnë ashtu siç do të pushojnë dritat e fikura që gjatë Ramazanit i jepnin qytetit një bukuri prallore. Së shoh qartë nga lotët o libër i ndritur, që vetja ime e theo premtimin e qëndrimit me ty, aq sa thoja para Ramazanit. Ambicjet shua kanë shpejt në këtë përditshmëri mashtruese. E zemra rrah fort, por se fajsoj për Zotin, se i premtova shumë, por se u sheva vetëm se pak. Edhe ata që ishin një tikav do të dalin, prej të cilëve turprosha, madje ti përshëndesja, se më dukej sikur thoshin për mua, e siguroj ky ahiretin, i mbeten vetëm edhe këto 10 net ta rregullojë dynjan. Po ik ky muaj dhe po më le sikur të vdekurin që e lën shokët pas varrimit. E i vdekur i thot, sikur të kthehesha në dynja, ti falja madje vetëm 2 recate. Po agon dita, e do lindë dielli, po s'do të ketë me teravi, nga cilat shumë përmendësit e Allahut dilnin të larë nga lotët, si dilja unë i djersur. Djajt ishin të prangosur, e unë se adhurova Allahun ashtu siç duhet. E si do të adhuroj kur të zgjiten? Sot. Më fal. Kaloi koha, kaloi muaj i bekuar, e kështu jeta do të kaloj. A thu vallë do të arrijë një syfyr tjetër sikur se ky ose jo. O Zot, megjithatë, fitimtar dua të jem. Fitimtar. Vetëm fitimtar.